Protestat qytetare për çështjen e Zvërnecit kanë qenë në qendër të deklaratave të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Në mbledhjen e grupit parlamentar, ai pretendoi se reagimi i qytetarëve ka shqetësuar kryeministrin Edi Rama dhe se qeveria po ndërmerr veprime për të dobësuar këtë lëvizje. Berisha akuzoi institucionet ligjzbatuese dhe administratën publike se po përdoren për të ndikuar ndaj protestuesve, duke pretenduar se janë krijuar fushata denigruese në rrjetet sociale kundër pjesëmarrësve në tubime. Edi Rama, përveç angazhimit total të policisë kriminale që është më kriminale se çdo band tjetër, të shërbimit informativ kombëtar që bashkëndon të gjitha praktikat me Beogradin, ka mobilizuar mijëra rrugtar, punojës të administratës shtetërore në krijimin e llogarive falso në mediat sociale, në rrjetet sociale për të demonizuar protestën dhe protestuesit, për t'ja ulur shikueshmërinë e tyre dhe për të ndikuar në algoritmin që sipas tij ja kontrollonte Irani, algoritmin. Lideri i opozitës e cilësoi protestën si lëvizjen rinore qytetare më të fuqishme që nga vitet 90 ndaj ftoi demokratët që ta mbështesin atë. I ftoi demokratët dhe demokratët në Tiranë dhe në mbar Shqipërinë të mbështesin me të gjitha mundësitë e tyre këtë protestë. Zero ndikim nga slogani i ekstremistëve të majt apo opozitarëve të opozicës, Berisha në burg PD e shitur, asnjë ndikim. Zero. Berisha kritikoi gjithashtu procesin e reformës territoriale, duke cilësuar atë si një strategji të veçantë që sipas tij do të ndikojë në shpopullimin e zonave të ndryshme të vendit. Në mënyrë të befasishme, Ramaduro ndërpret procesin, kur e pa se mbështetja për finalizim në reformë mbi bazën e parimeve të drejta në interes të qytetarëve po ecën, të gjithë Shqipërinë do ngrem në këmbë. Nuk ka. Nuk mund ta bëj ky si çiflik. Një tjetër çështje e ngritur prej tyre ishte situata në Thedh, ku akuzoi qeverinë për ndërhyrje ndaj ndërtimeve në zonë. Shkoi dje dhe u kthye si kriminal në vend e krimit. Po atë që i ka bërë ai Thedhi s'ja ka bërë asnjë pushtues. Ja u them unë ju. Nuk i kanë ndjek dot ata. Në fakt kur janë fut ato zona ka lënë kockat. Dhe ka lënë kockat me mira. Shkon ky edhe ja u rrafshon shtëpitë ndërtuar në trojet e veta. Dhe u kthye dje atje për treguar se i mposhti ata. Si mposht kurrë ata. Nuk i kanë mposht kush kurrë ata. Dhe ai për ato shkatrime që ka bërë do bëhet përgjegjës gjë minutën e fundit të jetës tij. Ndërsa duke folur për sezonin turistik, Berisha deklaroi se situata në plazhet shqiptare nuk është në nivelet e pritshme dhe se shumë prej tyre sipas tij paraqiten me mungesë vizitorësh. Turizmi, thot ai. Ç'a turizmi? Me qindra shpronotime, edhe nga Thethi edhe nga gjitha anët për shkak të tij, dhe pastaj akuzon protestën.